Do ishte shumë e rëndë të thonim që ne jemi të parëndësishëm apo populli shqiptar është bëj parëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt zhvillimet e brendshme tona, si tipi zgjedhjeve që janë prerogative popullit, kupton, jo se janë të parëndësishme. Nuk është kaq e thjeshtë. Ne që kemi punuar me këto çështje, që i kemi ndjek, janë thellësisht interesuar edhe në këto palë zgjedhje. Në Amerikë, besoj para disa muajsh me delegacionin e kuvendit. Në të dy vitet e fundit kam qenë takime, qoftë në Kongres, Senat, janë thellësisht informuar dhe kanë interes më shumë se sa ne mendojmë për Shqipërinë dhe realisht janë të informuar për atë çfarë ndodh në Shqipëri. Po pse nuk përkthehet ky interes në këtë mesazh që ne prisim me kaq shumë? Të paktën siç unë lexoj se tani fatkeqësisht për herë të parë ndoshta të paktën nga viti 2009 që unë ndjek zhvillimet politike, për herë të parë ka një mesazh kaq thatë të ambasadës amerikane, që nuk është tipike për sa i përket reagimit të ambasadës amerikane në raport me çështje të cilat janë shumë të rëndësishme për Shtetet e Bashkuara dhe për partnerët që janë zgjedhjat. I kemi parë jo vetëm në Shqipëri, por kryesisht në Ballkan, Shtetet e Bashkuara kanë me shumë interes zgjedhjat. Dhe padyshim edhe gjatë kohës të kësaj fushate ka pas që po themi vëmendje të shtuar jo ndërhyrëse të ambasadës amerikane, të shërbimeve të ambasadës amerikane për atë çfarë po ndodhte në të 12 qarqet e vendit. Dhe këtë ta them me bindje. Për sa i përket mesazhit ditës sotme, unë mendoj se është një mesazh i cili i jep kohë vetë ambasadës Shtetit të Bashkuara të Amerikës për të parë situatën, për të njohur me atë çfarë ka ndodhur në 11 maj. Nëse i rikthehemi reagimit të Yuri Kim 4 vite më parë, po ta gjejmë është një reagim i cili vjen mbi një shpërndarje ose një ripostim i reagimit ose i njoftimit të Departamentit Amerikan të Shtetit për zgjedhjet në Shqipëri. Pra, ambasada amerikane kishte një reagim të institucionit kryesor Shtetet Bashkuara dhe ambasada reagonte mbi atë qëndrim të Departamentit të Shtetit. Sot kemi vetëm një rresht, i cili nuk i referohet asnjë pale politike, i referohet të një partneriteti me qytetarët shqiptar.